Shoqata Sali Qekaj në Myni organizoi një akademi në nderim të 26 vjetorit të rënjes së komandantit Sali Qekajt. Mysafir të shumë nga gjitha qytetet e Gjermanisë dhe vendet e tjera, por edhe nga Kosova e Gjermania, ishin mbledhur për ta nderuar kontributin e tij për lirinë e Kosovës nëpër procese të ndryshme, deri te lufta për liri. Vëllau i Sali Qekajt, Smajli, në emër të familjes, falenderoi të gjithë të pranishmit që kishin ardhur për ta nderuar figurën e vëllaut të tij. Pas 26 viteve nga rënja heroike e shprekse të shohësh se Saliu jeton ende në zemrat e bashkëkombëtarëve të tij, se gjurma e tij nuk është fshirë nga koha, por është berë drejt e kujtesës tonë kombëtare. Në këtë ditë krenarie dhe mallëngjimi përkujtojmë jo vetëm heroin, por edhe vllain tonë të dashur që me jetën e tij vulosi përjetësisht dashurinë për atë dhënë. Mirënjohje pafund e përjetshëm qoftë ndërimi për ju të gjithë. Konsulli i përgjithshëm i Republikës së Kosovës në Myni, Afrim Nura, para të pranishmëve, foli për kontributin e Sali Qekajt për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ai tha se me heroin Qekaj kishte edhe njohje personale. Është respekt shumë i madh. Kur mi bet rastit flas disa fjalë, nuk do ta zgjas shumë, sepse pash që ka shumë kumtesa dhe lajmërime këtu. Për Sali Qekajn, i cili për ne ka qenë frymëzim. Unë kam qenë pak më i ri në atë kohë, edhe kam pas disa herë bashkëpunim me Sali Qekajn, edhe ka qenë një frymëzim, udhëzim, ka qenë motiv. Ka qenë një person i cili ka pas shumë karakteristika, një ndër ato atë dashuria, qëndrueshmëria, përpjekja, sakrifica, përballja me çdo sakrificë dhe me çdo problematik, natyrisht që në atë rrugtim ti ka pas edhe sfida të mëdha, ka pas edhe pengesa të mëdha. Edhe konsullja e përgjithshme e Republikës së Shqipërisë përshëndeti të pranishmit dhe falenderoi për kontributin. Në fakt, sot është dita e herojt, është dita që të flasin ata që kanë bashkëjetuar me të, ata që kanë kontribuar për të ditë të madhe, por unë do të thoja shkutimisht vetëm 2 fjalë, që ky hero, puna, sakrifica, ky strateg i luftës bashkë me bashkëluftëtarët e tij, duhet të shërbejë si një shëmbëltyr e fuqishme për gjeneratat e reja, për të kuptuar se si luftohet, se si punohet dhe për më tepër se si duhet vendi. Më pastaj, për jetën e veprimtarinë politike e ushtarake të Sali Qekajt, folën generali në pension Eduard Abazi, i ardhur nga Tirana, e ish komandanti i batalionit të parë në Koshare, kolonel Skënder Hasan Qekaj, i cili foli rreth rolit, strategjisë së thyrjes së kufirit, kontributit shumë të veçantë, siç thanë ata, të heroit Sali Qekajt në organizimin, motivimin dhe mobilizimin në këtë front. Angazhimi juaj, qoftë përmes tubimeve të tilla, na motivon, na bën të besojmë se më e mira për shqiptarët kudo që janë dhe veçmas në trojet anëtare nuk do të braktiset. Do të markon e vetë sa për të maturuar dhe përmes vështirësive që kombet e tjera i kanë kaluar shumë më herët, do të vjedhet tek ne. Sali Qekaj një nga burrat e mëdhenj të kombit, i cili me tërë qenjen e tij që nga ditët studentore ju përkushtua zgjidhjes së drejtë të çështjes shqiptare dhe çlirimit të tokave dardane. Rrjedh nga familje patriotike, ishte atletar, nacionalist, vizionar, politikan dhe demokrat shqiptar, intelektuali dhe komandanti, luftetari i trim, i mirëfillt, i cili luajti rol të rëndësishëm në të gjitha ngjarjet e rëndësishme të historisë sonë më të re. Sali Qekaj brenda strukturave të LDK-s dhe Komitetit Komunal të Deçanit promovonte idenë se duhet luftuar me të gjitha mjetet për të arritur çlirimin e Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare. Gazetari Marin Mema në fjalën e tij dha mesazhe për bashkimi për shqiptarët kudo ata jetojnë. Besoj që sot ne më shumë se kur kemi nevojë
ta kuptojmë mesazhin që lanë dëshmorët. Besoj që sot ne duhet ndjejmë atë thirrjen që vjen nga shpirti i tyre. Besoj që sot ne duhet kuptojmë se çfarë mesazhi na sjellin sipër nga qielli. Unë besoj që sot mesazhi i tyre më i fortë është që ne shqiptarët fituam luftë, por duhet fitojmë edhe në paqe. Çfarë do të thotë fitojmë paqe? Ta çojmë në fund amanetin e tyre. Amaneti i tyre ishte që shqiptarët të jenë më të fortë të gjithë bashkë. Trojet shqiptare janë ngjyrë me gjak dëshmorësh, janë ngjyrë me gjak sakrificash. Ne nuk mundet të ngrihemi një ditë dhe të mendojmë se kemi histori të ndryshme nga njëri tjetri, sepse nuk e kemi një histori të ndryshme nga njëri tjetri. Të pranishmit që ishin në akademi u shprehen të kënaqur me organizimin dhe vlerësimin për figurën e Sali Çekajt. Akademia sotme, siç e keni parë dhe juve, është në nivel organizim të traditës natyrisht, dhe kur është puna për Sali Çekaj, nuk pyesin njerëzit për kilometrat sa janë gjatë. Qindra le të jenë, edhe janë të pranishëm gjithherë, dhe pastaj në akademi dhe në festive, gjitha këto, rezultati është me praninë e njerëzve. Dhe Sali Çekaj, si veprimtar i madh, Kosovë dhe Margat, është gjithherë i pranishëm në mendjet dhe zemrat tona. Heroi i Kosovës, mund të themi se është, nuk bëjmë dallim të heroje, por markant gjithsesi po. Këtu ishte jashtëzakonisht mirë, ishte mrekulli, ishte një publik jashtëzakonisht e mirë, edhe kem kalu shumë bukur. Pjesëmarrja e kësaj akademie ka qenë jashtëzakonisht e kënaqshme, kanë ardhur nga gjitha viset e Gjermanisë gjermanofolse. Për akademinë duhet të themi që ndjehemi të privilegjuar si shoqat, edhe pse kemi edhe emrin e shoqatës të heroit Sali Çekaj. Njëherë ndjehemi të privilegjuar në këto evenime të cilat i kemi tradicionale, gati të çdo vit për çdo vit mohen, andaj dhe ja vlen çdo herë të kemi këto evenime për ata të cilët sakrifikuan jetën për shtetësimin e Kosovës. Sot kisha nderin të isha moderatore në akademinë për rast të heroit Sali Çekaj, dhe ishte një organizim madhështor, kishte pjesëmarrës nga gjithë Gjermania dhe nga Kosova. Sali Çekun e kom njoft personalisht, kam punu me ta, aktivitet këna bërë gjithmonë bashkë, edhe Sali Çekaj ka qenë një punëtor, një aktivist, një hero i gjallë. Kurse në luftë ka luftu për pavarësinë e Kosovës, për çlirimin e Kosovës si një luftëtar i den. Lavdi i qoftë vepra dhe jeta e Sali Çekut. Falemendrojmë shoqatën e Sali Çekut që na ka mundësu ta përkujtojmë në mënyrë të denjë dhe të mirë organizuar. Ishte një organizim shumë i mirë, i falenderojmë gjithë ata musafirë që erdhën nga gjitha qytetet ose e republikave të Gjermanisë, qoftë se na përkrahen për këtë aktivitet, për këtë akademi, për veteranin e luftës dhe të ushtrisë çlirimtare, zotëri Sali Çekaj. Si aktivist që prej ditëve të para që kam ardhur në Gjermani si student, edhe si kryetari i Unionit studentave shqiptar në München, në Bavari, kemi pas disa bashkëpunime, telefonata rreth organizimit, rreth mobilizimit dhe rreth përkrahjes dhe përcjelljes të vullnetarëve që u lajmëreshin për me shku në luftën çlirimtare në Kosovë. Kështu që shoqata Sali Çekaj këtu në Pfaffenhofen ka kryer disa aktivitete të rëndësishme, si Iqi Ceku dhe kryetari gjatë akademisë, mos t'i përsëriti. Jemi një shoqat me karakter kombëtar që organizojmë dhe i përkrajmë shumë aktivitete kombëtare edhe jashtë Gjermanisë, edhe në Republika tjera si në Zvicër, në Austri. Unë mendoj që 26 vite pas rënies heroit Sali Çekaj, shteti ende nuk ja ka dhënë atë vlerësimin e merituar, do thot, karshi veprimtarisë
Karshi kontributit ti është veprimtari dhe luftari i parë që asë një ditë punë nuk e ka në Gjermani, gjithë 24 orë që ka qenë në aktivitet çështjes kombëtare, në zyrën e lidhjes demokratike që ka qenë si qendër informative për Mërgat. Pastaj organizimi në frontet e luftës, përgatitja baza ushtarake, gjithë një volum jashtëzakonisht i madh i veprimtarisë ti politike dhe luftarake, mendoj që nuk ju ka dhënë ai pozicioni i merituar në shoqërinë dhe në shtetin e Kosovës. Kur dihet se shumë subjekte politike, për inate politike, i kanë marginalizu disa figura dhe kanë metë në nhije. Sali Qeku meriton të ketë një shtatore krah Adem Jasharit, Zahir Pajazitit, Ahmet Hoz, në kryqitetin e Kosovës, ku bëhet edhe unifikimi këtyre figurave të cilat ishin pjesë e grupeve para guerile dhe themeltar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Fëmijët e angazhuar brenda shoqatës kulturore kishin përgatitur një program me poezi e valle shqiptare. Kom organizu sot një valle për programin e sot për fëmijë, edhe i ushtroj edhe jam vallëtare vetë. Disa personalitetet të njohura u nderuan me çmimin antar nderit të shoqatës. Përndryshe, mesazhi i përgjithshëm nga akademia ishte që të vlerësohet kontributi i luftëtarëve të lirisë dhe të punohet sa më shumë për idealet për cilat dhanë jetën ata.